Kur kemi borxhe, kur kemi marrë me obligime, se në momentin që kemi dorë në dynjën e kemi marrë obligime, por të sjell në dramën, lojën që na i ka mundsu Zoti i plotfuqishëm. Ose kemi mos sjell mirë, ose kemi mos sjell keq. Dhe një sure e fundit është Suretun Nas, kapina e njerëzve, fillon me 3 aplikacione, ju kum thonë, Rabbin Nas, Malikin Nas, Maliki Yawmiddin. Dhe më thonë, sunduesi i njerëzve, është Ilahi. Sunduesi i borxhit, ne borxhi jonë që ekzistojnë, që jemi gjallë, për gjithë shka, i takon vetëm ati që na ka mundësu ne me lujt në dromën e ti. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme me kuptu këtë borxh. Pastaj ky borxh prej vijës vertikale shkon në vijën horizontale. Prandaj fjala Medine vjen prej kësaj rroje, se kur jetojsh në Medine, jeton në qytet, ke obligime ndaj qytetit, ndaj rrugës, ndaj shtëpisë tonë, ndaj lagjës tonë, ndaj gjithçka që është përcaktuar me ligj dhe me rregull. Bëhesh borxhli, mos sjell konform rregullave që i ban një bashkësi në qytet. Prandaj fjala Medine lidhet me këtë dejnë, se nëse ti jeton në ndonjë mal, sikur ka sot plot njerëz që ikin dhe veçohen dhe shkojnë me një mal, me jetu. Ai nuk ka obligim ndaj qytetit, sa jeton mal, jeton i egër. Për momentin që jeton në qytet, ti bëhesh borxhli në vijë horizontale dhe ke obligime, domethënë, ke obligime ndaj bashkësisë. Bëhesh borxhli me pagu taksa e gjitha e kështu me radhë. Domethënë, Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës borxhit. Borxhi jon pra i pari në vijë vertikale që nga borxhi që ja kemi krijuesit gjithësisë.